Hygerta rrëfen me sinqeritet dhe emocion historinë e saj personale, një rrugëtim që filloi me lumturi dhe përfundoi me sfida të mëdha. Ajo kujton se fejesa dhe fillimi i martesës ishin plot gëzim dhe shpresë. Ishim shumë të lumtur gjatë fejesës, thot ajo, duke përshkruar emocionet e asaj kohe, kur çdo ditë duke i mbushur me ëndra dhe plan të përbashkëta për të ardhmen. Por pas martesës, realiteti doli të ishte ndryshe. Problemet nisën të shtoheshin dhe jeta e saj u bë një sfidë e vërtetë. Hygerta e përshkruan këtë periudhë me fjalë të thjeshta, por të fuqishme. Pas martesës vazhduan problemet dhe mu bë jeta ferë. Nuk ishte vetëm shgënjim. Ishte një përballje e vështirë me situata që testuan durimin, forcën dhe qëndrueshmërinë e saj. Përballja me sfidat e çdo ditë bëri që marrëdhënia të ndryshonte dhe, më në fund, rruga e tyre të ndahej. Megjithatë, nga kjo histori e dhimbshme, Hygerta nxori një dritë të veçantë, vajzën e saj. Kam një goce që tani është 19 vjeç, thot ajo me krenari dhe dashuri, duke treguar se pavarësisht vështirësive, ekziston një fryt i bukur dhe i qëndrueshëm i dashurisë dhe sakrificës së saj. Vajza e saj është një pjesë e saj, një dëshmi e jetës që vazhdon dhe e lumturisë që mund të gjendet edhe pas vuajtjes. Hygerta tregon gjithashtu se vajza e saj ka ndjekur rrugën e edukimit dhe zhvillimit personal. Ajo është në shkollë për psikologji. Një zgjedhje që pasqyron përkushtimin dhe interesin e saj për të kuptuar njerëzit dhe jetën më mirë. Ky është një arritje që sjell kënaqësi dhe krenari për Hygertën, pasi ajo sheh tek vajza e saj një të ardhme të ndritur dhe një person të fortë dhe të vetëdijshëm, megjithse jeta e saj ka kaluar momente të vështira dhe ndarje që e lënduan. Hygerta e përshkruan lumturinë e saj të tanishme me fjalë të thjeshta por të fuqishme. Jam shumë e lumtur që kam atë fëmijë të mirë. Kjo lumturi nuk vjen nga pafajësia e së kaluarës, por nga përvoja, nga fuqia për të tejkaluar sfidat dhe nga mundësia për të